Kush e organizoi konferencën ekonomike në Prishtinë dhe çfarë qëllimi kishte? Çfarë thanë përfaqësuesit e nivelit qendror, lokal, afarist e përfaqësues të bizneseve? Sa zgjati dhe çfarë aktivitetesh u realizuan? Çfarë ndërtimi ekologjik po realizohet për herë të parë në Kosovë, në parkun e biznesit në Drenas dhe për çka do të shërbej? Kush investoi në fabrikën për riciklimin e tullave zjarrduruese për industrinë e rëndë? Çfarë thirrje kanë afaristët e kthyer nga diaspora për të investuar në vend? Cilat janë sfidat me të cilat ballafaqohen investitorët? Për të gjitha këto, ndiqni emisionin Economics të martën nga ora 20:20 në RTK1.